Dua ta kemi këndvështrim tuaj në raport me jetën e Parashevis Simakut sot për shkakun. Si e shihni gjitha të devijim të bërë nga ajo kohë deri më sot? Në aspektin muzikor do doja të përqendroheshim pak më tepër. Sigurisht njeriu ka dhe ulë ngritje gjatë jetës. Nuk e di nëse keni patur ndonjë kontakt, pra si ka qenë dhe relata juaj. Fatkeqësisht Parashevis Simaku një këngëtare shumë e një cilësie të lartë. Ajo doli këngëtare në festival kur unë në atë kohë në 83-shin unë u largova. Domethënë e kam parë 2 festivale aq të vogël, ishte e vogël, e turpshme, një vajzë e turpshme dhe nuk kam pas shumë kontakte. Pastaj u zhduka unë, pastaj më vonë u zhduk Parashevia me një keqardhje shumë të madhe. E kam ndjer mungesën si një fans e saj. Edhe unë e kam pas shumë simpati Parashevin sepse kishte një morë shumë të gjerë të muzikës, këndonte këngën e muzikës lehtë, këndonte këngën popullore të Shqipërisë mesme dhe me emocione dhe shumë bukur. Dhe kur u zhduk në Amerikë si shumë të tjerë, të gjithë neve u zhdukëm, po prap çfarë do të vinë në jetë, më erdhi shumë keq për fatin e saj që ka ndodhur një fat i tillë, më vonë morëm vesh, por tani jam e gëzuar që ajo mbi të gjithë ajo jeton, ka fuqi që të ngrehet edhe një herë dhe kjo është kryesorja, sepse ajo ka lënë emër dhe ka lënë histori në muzikë. Kështu që të gjithë neve duhet ta përkrahim që ajo të ndihet edhe një herë vetvetja. Do shumë kohë, se janë 20 vjet ose 15 vjet sa ka ajo, do shumë kohë që ajo të kthehet në vetveten, tamam në muzikën e saj, por unë kam besimin më të madh se ajo do të kthehet. Me të vërtetë do të kthehet. Kam qenë simpatizante e Parashevis, shumë e vogël se sa unë. Neve shkojmë avash edhe pak vite, bëj edhe unë 70-at edhe prit tash se ka 25 je. Okej, shtoj edhe ca zero. Edhe po për Parashevi me të vërtetë që më erdhi shumë keq kur mësova që si ajo kishte përfunduar në atë jetë. Si ajo, të gjithë kemi ndryshuar dhe kemi pas ato fatet tona jashtë shtetit. Asnjërs na ka pritur me luk floriri këtu. Asnjëri. E drejtë. Unë kur erdha me 2 fëmijë, jo me 1 dhe mbase shumë tjerë, pa burr, vetëm fare, e hikur nga qafethanës, pa gjuhën, pa asnjë gjë. Dhe arrita detyrimisht do të mohosh vetveten në qoftë se ke 2 fëmijë, sepse do të kujdesesh për ato fëmijë, sepse ke atë përgjegjësinë e fëmisë që do t'i përgjigjesh vetëm ti. Dhe atë ja bëra, po unë harrova vetëm muzikën, harrova vetëm veten, po duke e lënë shpirtin tim gjallë, sepse ky shpirt do të më mbante si alit sot që më mban. Në çfarë viti u riktheve se më tregove në hyrjet e bisedës pas 2005-ën. Në 2005-ën u riktheva rastësisht, fëmijët filluan studimet, u qetësova edhe nga gjendja shpirtërore dhe thash do ta provoj edhe një herë, do të futem edhe një herë si qysh tek. Alida për ta na bër bashk. Po, patjetër, sigurisht. Me CD në dorë. Tani, për të mbyllur atë pjesën që nisna për Parashevin që ta lësi si thosh diçka të mbyllur. Ju nuk keni patur ndonjë mundësi të komunikoni, pra takimi që ke bërë më tregove në vitin 90 apo çfarë vitesh ka qenë? Në festival. Në Gjermani. Unë nuk e di kur ka ikur Parashevia, po në kohën që Parashevia ka kënduar, mbasi unë në 83 nuk kam kënduar më. Në atë kohë, domethënë deri në 90-ën që u largova nga Shqipëria, nuk kam pas kontakte me Parashevin. Me asnjë nga këngëtarët e mëdhej, kam pas me Lilianën dhe me Emën, pak me Irmën sepse i kam pas gjithë ke rruga Kavajës në Tiranë si komshie. Edhe ato ishin të detyruara që mos të kishin shumë kontakte me mua sepse isha e dënuar. Këto dihet si për çdo kush. E drejtë. Ndërkohë, unë do të kisha shumë dëshirë të të shija në Shqipëri, ndoshta në një recital ose në një koncert totalisht tënd. Nuk e di çfarë dëshire ke dhe unë i sigurt që do të isha krah teje në këtë pjesë edhe për ndihmuar në organizim, ndoshta edhe me sponsor dhe diçka tjetër. Të them të drejtën tash, kështu, flasim hapur. Qefin e kam filluar para 15 vjetëve kur nisa që bëra atë albumin e ri në Francë,
atë Leonard Soilin, dhe kur pash që me të vërtet isha në gjendje të mirë zëri dhe në anën artistike, desha ju i vura Ministrisë Arsimit, i dërkova një letër, një kërkesë që të më jepte sallën e teatrit operas, o kështu. Domethënë bëra disa demashe që të fillojsha të jepsha një koncert gjithmonë falas, nuk kam kërkuar deri sot e kësaj dite nuk kam kërkuar që të më paguajnë fare, sepse për mua është muzika, është një diçka shpirti, dhe atë shpirt që unë e kam, dua ta ndaj me publikun tim, jo ta shes. Kështu jam. Mbase jam për një kohë, kam qenë një kohë tjetër dhe jam demode, por unë kështu jam. Dhe kështu që unë nuk munda, unë ndesha gjithandej që unë çdo gjë duhet ta pagonja vetë. Me orkestër duhet i pagonja vetë, të gjitha duhet i pagonja. Nuk mu dha mundësia të dilsha në një koncert recital ose në një koncert që të bëjsha vetë. 6 leka më bëri një koncert të shkurtër para 4 vjetësh, me disa këngë të mia për natën e vitit ri. E falenderoj nga zemra, për mua ka qenë Zot që më riktheu edhe një herë në skenë dhe më dha atë meritën time, më dha atë guximin edhe një herë për të kënduar. Por të thash edhe një herë që duhen shumë para. Për këtë kam 10 vjet që luaj llotari, luaj këtu në Gjermani dhe 100 euro vetëm llotari në muaj. Po, i kam thënë kalamajve, unë nuk do pi cigaren, do los llotari, sepse o do fitoj në llotari, do bëj një koncert atje të paguaj gjithë artistët e Shqipërisë. Je fantastike, e fundit fare ti e di që ne të dy, por nëse fillojmë bisedën nuk diet kur mbarojmë, do doja ta mbyllim me një këngë përshëndetse për gjithë miqtë tanë që po na ndjekin. Në këtë çast çfarë të dëshirosh ti dhe unë të uroj më të mira dhe të nis përqafime nga Tirana. Unë faleminderit shumë një herë që më dhe mundësinë që unë të komunikoj me fancat e mi. Unë kështu e marr, çdo intervistë është mundësia ime që unë të komunikoj me fancat e mi, pa paguar biletat, shkuaj nga Gjermania në Tiranë, se është shtrejt. Megjithatë edhe kështu është, kjo është Skype, është mundësia më thjesht edhe më e mira. Unë për vitin e ri erdha në Shqipëri dhe këndova një këngë, u paraqita në koncertin e natës vitit ri të Shqipërisë, në Shqipëri, në kanalin e Shqipërisë, me një këngë gjermane. Dhe këtë këngën gjermane do t'ja u këndoj pak juve, është një këngë kishe gjermane që tregon lindja e Krishtit, është lindja e shpresës së popujve të botës, dhe unë dua të përshëndes të gjithë, me që jemi edhe në prag të Pashkëve, të gjithë katolik, krishterë, të gjithë, ju uroj gjithë të mirat, shëndet dhe duheni njëri tjetrin dhe respekt për njëri tjetrin. Se vetëm kështu së bashku do të na bëj neve të lumtur dhe do të na bëj edhe neve që jemi jashtë shtetit, që jemi 3-4 milion, që të vim prap si ato shqipet, shqiponjës, ato kloçkat që vinë tek Shqiponja. Çdo vit, se neve vim 2 herë në vit ke nëna jonë Shqipëri. Der Schnee fällt vom Himmel, die Erde schweigt still, die Herzen verzaubern ein sanftes Gefühl, der Winter beginnt und es schneit dich ein Jahr. Das Wunder der Weihnacht, es ist wieder nah. Das Wunder der Weihnacht, es ist wieder nah.